Edhe pse në raportin e emergjencave civile të së martës ka një rënje të nivelit të ujit, banorët e Obotit sërish janë të detyruar të përdorin varkat e ushtrisë për të shkuar drejt banesave të tyre. Kjo është dita e dytë që rruga është tërësisht e bllokuar dhe niveli i ujit arrin në 1 metër. 800 hektar është sipërfaqja në ujë në zonën e Nën Shkodrës, ku vetëm në anë të malit janë 550 hektar, Velipoj 120 hektar, Dajç 80 dhe Berdic 50 hektar. Transporti i banorëve të Obotit është siguruar tashmë nëpërmjet varkave të forcave të armatosura dhe atyre personale që ato disponojnë. Reparti i Komsorisë së Veriut po e vijon operacionin me angazhimin e 20 forcave, 3 mjeteve dhe 2 motovarkave në funksion të asistencës për banorët. Ndërkohë në njësinë administrative të Dajçit është evidentuar ulje e nivelit të ujit rreth 10 cm në zonën Urrela-Shirq, me dalje uji në kanalet kulluese të tokave bujqësore. Në Vaudejës, Puk dhe Fusharës situata paraqitet e çëndrueshme. Në Bashkinë e Malësisë së Madhe në fshatin Vukpala janë ende 20 banesa me ujë rreth oborreve, por niveli ka rënë krahasuar me ditët e mëparshme. Nuk ka prezencë uji në tokat bujqësore, por të gjitha livallet nga vija e Vrakës deri në Gashaj mbeten të përmbytura nga prurjet e liçenit. Sipas të dhënave të raportuara, nivelet e ujit në pikat monitoruese mbeten në këto kuota: Lumi Buna në Dajç 6.60 metër, tek Ura e Vjetër 8.60 dhe Drini 8.30. Nivelet e ujit në hidrovoret e Velipojës janë poshtë kuotave kritike dhe nuk paraqesin rrezik. Në aksin harku i Bërdicës Velipoj pranë fillimit të bypassit Bërdicës, një tubacion i dëmtuar ka shkaktuar rrjedhje uji dhe formi makulli në Karrexhat. Edhe në kaskadën e Drinit, situata ka njohur një përmirësim të lehtë pasi prurjet janë ulur në 1000 m3 në sekond. Shkarkimet gjatë të martës nuk raportohen zyrtarisht, por kaskada vijon të shkarkojë. Fierza ndollet në kuotën e 292.4 metrave, Komani 171.5 dhe Vaujdes 74.7 metra. Prodhimi ditor shkon në 28.300 MW.